fituar sot, fituar 1-0 ndaj Vllaznisë, një rival direkt, i kënaqur për rezultatin. Rama, po, jam shumë kënaqur, edhe ti e drejtë, sot ishte një derbi, dhe ishte një ndeshje shumë vështirë. Kam shumë respekt për Vllaznia si klub edhe për tifozat, por sot ne ishim skuadra më mirë edhe merituam të fitojmë ndeshjen. Patjetër nuk ishte kollaj, ishte fort, vendoset një gol, ishte një gol bukur nga Blezi, por ndoshta mund do fitojmë edhe me një gol tjetër, sepse Ze Gomes ishte një rastit shumë mirë edhe pastër. Por në fundit mund të flasim për pikat edhe patjetër jam shumë kënaqur me një fitore edhe me 3 pikat. Pam një tërheqje të Elbasanit pas shënimit të golit dhe të ishte një lojtar më shumë. Merite kundërshtarët apo ishte si taktike? Nuk mund të them ishim rapa, sepse Shkodra mas kartoni kuq ishte vështirë për Shkodra, edhe çfarë bëre Shkodra, çfarë ishte ideja nga Shkodra. Topi gjatë. Kur ka portier topi neve do zbresim poshtë. Pse? Do luftojmë për topi dytë. Nëse ka filloj do duruar neve do bëjmë presion. S'kishte mundësi për Shkodra sepse ishte vështirë, ishte me një lojtar më pak. Edhe kjo ishte situata edhe unë si shikoj në ndeshje. Por prapë, mund të shënojmë edhe një gol tjetër, por edhe një herë sot ishim kundër një kundërshtar shumë fort, një kundërshtar luftoi për vendin e parë gjithmonë. A ishte kjo fitore më e bukur ose më e vështirë, ose ajo që keni përjetuar më shumë gjatë? Ndoshta bashkë, edhe më vështirë edhe më bukur. Edhe sot ishte një atmosferë edhe më rëndësishme. Edhe sot ishte një atmosferë perfekte. Ndoshta atmosfera deri tani më e bukur. Edhe unë tash edhe dje për Panorama Sport edhe të them tani prap tifozat është nota 10, edhe sot faleminderit shumë. Elbasani, Vllaznia, Rigatia, mendoni se do të jetë treshja e artë se do rivalizojë për titull? Nuk e di, nuk mund të them sepse akoma kemi 3 ndeshje do marrojmë vitit. Çdo javë është e vështirë edhe nuk mund do komentoj akoma sepse ndoshta kur marrojmë faza ndoshta mund do komentoj pak më shumë, por deri tani kemi 9 pikë në lojë dhe më mirë do rim pak qetë edhe mas vitit mund do flasim. Mendoni se kjo ishte fitoria më bindse dhe që e keni shijuar më tepër ndaj Vllaznisë? Tani është Juve gjithmonë nga Shkodra ka një futje vështirë. Nuk mund të them ishte bukur, ishte fort, por nuk mund të them si kështu sepse kam shumë respekt për Shkodra edhe do luftojmë deri në fundit me Shkodra për larg, jam sigur. Dhe e fundit kishte reagime nga kampi ku që mbylli nga tifozat e Vllaznisë për gjykimin. Mendoni se ndikoi në rezultat? Jo, sigur jo, por unë jam trener, asnjë nuk do bëjmë koment për arbitër, edhe sot nuk kam koment. Domethënë, kjo është nga mua. Faleminderit.